E pyetën njërin prej gjeneratës së dytë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ishte i shtynë në moshë, por ishte i dijshëm shumë. Tha, na trego pak për historinë tënde, për lumturinë e kësaj bote. Ai tha, po bën fjalë për Hasan al-Basriu, ka shumë fjalë mëdha këtë dietar i madh. Tha, besimi mi ka mësuar do gjëra që si kam pa dikun tjetër. Tha, që më pengojshin jetën e kësaj bote. Tha, çka të ka mësuar besimi? Tha, një kohë gjatë së më zanë ke gjumi natën, pe i frigës nesra do të kam risk. Tha, e lexova në Kur'an, Allahu na thaj që s'ka risk nuk del në sabah. E ai që s'ka risk ke dunjas vjeliq. Edhe Allahu na tha nuk del njeri për se bote për angë riskin e veç. E tha, u qetësova. Pse me urrejt filanin e halanin, pse të mos jetoj i lumtë dhe i qetë kur e di se askush nuk ndërhym në kaderën e Allahut xhelle wala. Edhe dyta tha, e kam lexuar tha librin e Allahut azza wa jall dhe kam gjetë se Allahu i ka lënë do detyra për njerë. Edhe ato detyra askush s'pi bajnë, ka për ty të mi ba vetë. Tha, kam filluar me i ba dhe kam pa që jeta rregullohet vetë. Edhe më rëndësishme tha, vëllezër, e kam kuptuar se projektuesi kësaj jete në ka thonë kujdes mos rshit në për rruga bune, sepse sa ma fell që shkon ka e keqja, aq plag të randa kemi kriju shpirtit tanë. Aq vështërsi kemi kriju zemrës tanë. Edhe në ditë kamëtarë momenti dhe ti me pa jetën tanë të kapushme. Ta kështu që kam vendosur ti qëndroj besnik besimit, të mos lajthitin jetën kësaj bote, dhe kam pa se jeta jem është rigjeneru, kam jetu i lumtur, i qetë, edhe i qetë të shkoj të Zoti Madhreshëm. Pra kriteri parë kësaj bote vëllezër është me njoft Allahun xhelle wala, me njoft